Përshëndetje miq, tema si të sajojmë vaktin ose si të reciklojmë recetat. Unë ja adhuroj recetat e recikluara, që mos të çojmë dëm asnjë gjë. Këtu kisha përgatitur drithra me brokoli. Më kishin tepëruar, nuk po jante njëri dhe thash sot po rregulloj unë direkt në tepsi sot. Këtë tortën e kripur doli fantastike. 3 kokra vezë direkt në tepsi, përzej mirë, pak djath parmigjan, pak piper, i përzej mirë me pak salcë nga ajo që kam përgatitur unë, vetë, i e pak shije, direkt në një tepsi të lyer me vaj të spërkatur me bukë të thekur të bluajtur. Vendosim një shtres nga përbërësit, pak salcë në mes, mozzarella, i vendosim dhe një shtres nga përbërësit që përgatitëm me drithrat, faro quhet këtu ky lloj drithri, e ngjeshim mirë, direkt në furn me 220 gradë për 30 minuta dhe i kemi gati për ta shërbyer. Duhet ta lejmë pak të ftofet, unë e preva direkt siç e nxora nga furra dhe më shijoj, po e mira është që ta lejmë pak të mpikset mirë. Kjo ishte darka ime për sot, fantastike, në familje ma pëlqye shumë. Shpresoj që të pëlqejë dhe juve. Ju uroj një mbrëmje të këndshme të gjithëve. Ciao ciao.